Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve ka reaguar pas qëndrimeve të mbajtura nga kryeministri Edi Rama për çështjen e pagave të togave të zeza që po shqyrtohet nga kushtetuesja. Në një reagim të gjatë, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve e quan një presion pasi gjykimi është drejt fundit. Në gjithë këtë fushat qeveritare dhe të shumëzuar mediatikisht, të nxitur dita ditës për të krijuar furinë populiste kundër një procesi gjyqësor kushtetues, duhet që të përmenden disa fakte historike të cilat neglizhohen për të cituar qëllimisht nga disa dhe nga padijenia e mirëkuptueshme të tjerëve. Thuhet në deklaratë që ndalet te ligjet e vitit 2016, ku theksohet se parashikimet të kanë qenë që statusi financiar i pagës së magjistratëve do të ishte gati 1/3 në vlerën absolute e asaj se çfarë u miratua në kuvend në nëntor të vitit 2026 pa debat. Përmes këtij reagimi kërkojmë që të përcjellim publikisht se të gjitha iniciativat civile dhe kushtetuese të shoqatave të gjyqtarëve nuk kanë si qëllim rritjen e pagës, një term ky i zgjedhur qëllimisht i gënjeshtër dhe spekulant vetëm e vetëm për t'i kundërvënë procesit gjyqësor kushtetues populizmin si armë e fuqisë juridike dhe e fuqisë së përbaltjes, thuhet më tej në deklaratë. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve akuzon qeverinë se ka prerë në besë dhe se iniciativa tregon sipas tyre se është qeveria që kërkon të xhbojë nenin 138 të kushtetutës dhe ta shndërrojë procesin gjyqësor kushtetues në gjyq popullor.